E këtu bunarët veç për dekor, ju pas kanë mitë, po më veç, ne veç janë mitë. Që disa vite e po ata s'kan pas ujë kur me ujë. Nuk u zën kërkush me qitë kujna vota për pe për ujë. Hiç kërkujna. Je deta s'kave bo që s'ka, nuk jetë vetë ata që s'ka. Nëse kem jetën me ta me ikë për këty, se s'ki pa ujë kur që. Pasha zëti morë po vjen kur po dal e po zatet na me thonë. Jemi në fshatin Shallës të komunës së Vështres, apo si njihet ndryshe fshati Shall. Ky fshat është veç 12 kilometra larg prej qytetit. Mirë po është pothuajse i harruar, pasi që nuk kanë ujë të pijshëm e besa nuk kanë as kanalizim. Shumica prej banorëve janë detyruar që të lëshojnë shtëpitë e tyre pasi që nuk kanë kushte elementare për një jetesë normale. Për më shumë, ndiqni historinë në vazhdim. Çito ujë për me pipe shfrytëzoni, a? Qita me që të konta i morëm në Vështre, në Sjellës, edhe i bina me përdor me pije. Po kjo me nejt një javë ditë ujtë në tasë, që rrën ta spije ta ujtë, 3 ditë me nejtë, jo, që rrën gote një javë ditë të pim të arqitë së kuna zejtinin të eru. Kapa. Pe mas lufte na s'kena pas ujë kur. Jo veçetari, se nuk është zgjidhja veçetari, po pe mas lufte s'kena pas ujë kur. As kanalizim, kret i kena shumë që me biduen a bojna ujë, me kret pe vështrie, zjarë fiksat na bini lëshojnë në bonor, në pusa, që shqitrin ta kështë në pusa, nëse pika se pepen atë ujin, që ku kam edhe qishme në atë që e morën pe bonore, pikën se ko, hes. Asi pikë se e morën me da farmaturash, po pikën e ujtë se ko. Që shpine kena maru që hazërë këtë, dhëtë me lonë pranë verë. Hoku e ujtë. Dhëtë me lëshu katunin, asfaltin që kena shtru, kena pagu krejt shpi për shpi. Jo që po të thëmone, po hene ranë krejt katunit këtë, ka zënë shpi për shpi e kena pague, e kena dhonë 1% ka gjanë shumë na këtë, për më nashtru qëtë asfalt. Një bander të rryme se kompost që 10 vjetë e u koni rëzun, të eri që u rëzu si vjetë krejtë ronë të, këse nërë me nërëjtë. Ti po më që komuna është në djeni, a? Po mëre që kom full edhe me krytorin, kom full para 3-4 dite, ka thonë po me amën zëtit ka mordë. Ata ju s'pë na thënë, po ka mordë, ta s'po vjekur. Vesh premtime na knaqen e punja. Pe bonori, para një ove ka pru, që sa ko ujë. Që sa që tuj, që lëshu, që sa ko ujë. Që para një ove kam pru zjarë fiksat, ne kanë qpros, që e ushterë ke mos ko. Se pe pintu ka. E ndotën që shtu për shfrytëzoni? Që shtu është. Pasha zyti që ta me lo me shpëlo me qita. Me qita se s'kim tjetër ujë. E këtu bunarët veç për dekor, ju pas kanë mitë, po më veç, ne veç janë mitë, kur vjen sistema me zjarë fiksa, e bin ujtë e sprozën atë, e pe, ti vetë e pe qishme në atë, pikën e ujtë jesë ko. Kur bo 3 dit pika ujtë është. Që kjo është kanalizimi uja? Që kanalizimi që vjen pe shpije, pe banje që të që. Që këqër këshien kër kemë atë, pasha zëti morë për vjen, kur po dal e po zatet në me thonë. Se nuk jem mi bo dëm, kërkujna se gjinash, mi bo dëm, edhe ati këshi se kur s'dëbën dëmaj, ti pse mi bo dëm. E kretë hoku i qyty në senë, burës vjek kush më në thonë senë, që adhe këqëra atë këshina atje pusht, me sisterma që bo në ujë, tonë në ranë. Përgjithsi, fshati jonë është i lonë brapa. Me ujë mas pari, ujë sjellës nuk ka. Përmes bunareve edhe shërbehen njerëzit, po s'kan as bunaret verës, bilimi s'kan as një hiq, kretë bojnë prej vushtërije edhe prej ibrit. Jemi konë komunë të kryetari, na ka premtu edhe, hajtë këtë mujë, hajtë në të mujë. Po kur s'ka morë mosa. Unë dëgjoha që shumë banor janë detyru me lëshu fshatin. Po, e kanë shue. Se këtu jenë kanë 100 shpi, unë vete kom pas bo regjistrimin, tash 20 shpi jenë. Krejt shkaku i kushtet. Krejt shkaku i ujtë. Jo për tjetër, se kushtet jenë të mira, fshati shumë i mirë. Qëto kanalizimet, qëto gypa që u kanë shti, qka është puna këtyne? Këtu i kanë shti veç sa për vota. Veç sa për vota. Kur gjë tjetër, votat me mbledh, kur gjë tjetër, po kësi hovi kena marrë vendim, krejt fshati. Nuk u zënë kërkush me qitë kujna vota për pe për ujtë. Hiq kërkujna. Ujë bojmë qështë me traktora, ne prujmë këta zjarë fiksat. Sa vështirë është me bo një seti se pa ujtë? Shumë e vështirë. Skillë, kër falë vëndeti asë me ndartu shpija, kur që. Në bërveti s'ku më ndartu kur që esë. Në që kem jetën me dalë me ikë për këty, se s'ki pa ujë kur që. E këta bashkëtarët e tjerë? S'kan asë një ujë. Me da pusat që i kam pësmojnë ujë. S'kan ujë, krejt bojnë për i kanalet. E kur për punat e zhjetët, tonë vinë këtu, në edhin të jerën tonë, po për mazanin në harrojnë tonë. Po shumë e kanë shu katunin këtu, që bilet të 2 pjesë anina nuk janë asni banor nuk o metë. Veç që lagje jem që të, po tash edhe këta pa ujë, qak qysh me jetu. Kesh në fshatin Shallës të komunës juj. Edhe më tregun banor që
që disa vite nuk kanë ujë. Që disa vite e po ata s'kan pas ujë kur me ujë. Po, do më thonë një ndjeni që s'kan pas ujë kur. E çka keni boju si... S'kan pas ujë kur. E tash na kena bojan tu montu pompat me Alisk, prej me Aliqet shkon ujë në rezervuar, në Beçuk, prej Beçukut kthehet në ato fshatrat e Artakullit. E kur kanë më furnizu me ujë këta? Po ndëgjom, ashtu me konkretar nuk e din se janë tu i montu pompa tash sa merku montimi pompave. Rriti është i shtrim, apo kupton? Po. Që kjo fa sa merku për ves nuk e di, a merku 10 det, a 20 det atone nuk e di. Po se na thanë që ju keni premtu që edhe një muj. Unë ju kom premtu që brana mandatit tanë kom i furnizu me ujë edhe për i furnizoj. Nuk kanë ujë ata ende, veç gypat ja u kishit çu para 3 vjetë edhe ujë s'kan ende, kryetar. Po mirë, dhe ta s'ka po që s'ka, nuk janë vetëm ata që s'ka, në me pas mujtë, tonë dhe u kësha qujtë. Me rasiu që është shtri gypat, u ndërtu bazeni, janë tu mentu pompat. Kontratën e kanë nënshru operatori është të punun qatë drejtim.